Përveç se ke një nuhatje prej businesswoman, themi, edhe shumë detajiste. Kjo vjet e re edhe në mënyrën se si ti e ke strukturuar ambientet e reja të Onovës, dora jote ndihet kudo. Është një qasje kur hyn në zyrat e Onovës si një shtëpi e bukur dhe e qetë, e ngrohtë që t'jep dashuri dhe atmosferë sa më të mirë. Kur menduam të futemi në ambientet e reja të Onovës, bashkë me arkitektën vendosëm që të ndërtonim edhe një dhomë relaksi, të ndërtonim një kënd kuzhine. Kur s'kisha parë ndonjëherë. Faktikisht edhe arkitektos ju duk kur ja dhashtë edhe mendimi. Po çfarë ke krijuar tani aty? Tani është shumë e rëndësishme që njerëzit me cilët ti bashkëpunon të ndjehen mirë. Unë e kam shumë të rëndësishme që stafi të ndjehet mirë në punë, të jetë jo i stresuar, të punoj në relaks, sepse mendoj shumë që mirëqenia duhet filloj nga stafi në fillim. Pastaj të shpërndajmë. Lumë ata sepse nuk e them kot të pjesë, me thënë drejtën, kur kam hyrë në fillim, kam thënë okay, kështu, por duke ndenjur ditë për ditë këtu, kuptoj që vërtet ti u fal shumë dashuriet. Më vjen mirë për fjalët që po më thua, po jam munduar të jap 100% shëntim dhe çfarë gjëra shumë di, mundohem t'ja transmetoj edhe këtyre të rinjve, sepse dua të kujtohem si një augur i mirë i fillimit të karrierës së tyre.